Një pjesë e shqiptarëve janë të shqetësuar nga përralla e faljes së ishullit të Sazanit. Në thelb të kësaj fushate qëndron vendimi për të lejuar familjen Trump të investojë në një ishull të pabanuar, që sot shërben praktikisht si nevojtore publike për plazhistët që urinojnë kur shkojnë me anije për të kaluar disa orë plazh. Sigurisht që Sazani ka mbetur i shkretuar, sepse sipërmarrësit shqiptar nuk kanë kapacitet apo interes për të investuar në një ishull që s'ka as energji elektrike dhe as ujë. Atëherë pse kjo histeri publike kundër një investimi të huaj? Shqipëria turistike po hyn në një fazë të re zhvillimi, ku kërkesa e huaj është shumë më e lartë se sa cilësia dhe kapaciteti i investimeve lokale. Për këtë arsye, investimet e huaja nuk janë luks, por domosdoshmëri. Në dekadat e fundit, brigjet e mesdheut janë shndërruar në një nga motorët më të fuqishëm ekonomik të Europës. Në Itali, Greqi, Kroaci, Francë, Turqi, zhvillimi turistik nuk erdhi rastësisht. Ai ishte rezultati një politike të qartë, hapje ndaj kapitalit të huaj dhe përfshirjes së korporatave ndërkombëtare në ndërtimin e industrisë së turizmit. A kanë kompanitë shqiptare fuqinë financiare, teknologjinë dhe përvojën për ta bërë këtë zhvillim të mundur? Jo. Turizmi bregdetar i nivelit të lartë është industri kapitale intensive, marina, aeroporte turistike, resorte luksoze, infrastrukturë ujore dhe energjetike, që kërkojnë investime kolosale. Sipërmarrësit lokal në shumicën e vendeve të mesdheut nuk kanë pasur kurrë kapacitet për projekte të kësaj shkalle. Janë fondet ndërkombëtare, bankat globale dhe korporatat shumë kombëshe që kanë sjellë miliarda euro pa rënduar buxhetet publike. Greqia, Kroacia dhe Mali i Zi nuk do të ishin sot marina moderne, resorte ikon dhe qytete turistike të reja pa kapitalin e huaj. Një avantazh vendimtar janë markat globale që sjellin turist të garantuar. Një hotel lokal, sado i bukur, nuk mbush dot qindra dhoma gjatë gjithë vitit. Korporatat ndërkombëtare sjellin edhe standarde, profesionalizëm dhe cilësi. Një nga problemet tradicionale të turizmit lokal ka qenë mungesa e shërbimit cilësor. Investitorët e huaj sjellin menaxhim profesional, teknologji, trajnime dhe kulturë shërbimi. Këto investime krijojnë mira vende pune, formojnë menaxher të rinj dhe rrisin nivelin e gjithë industrisë. Prania e markave luksoze rrit edhe prestigjin ndërkombëtar. Një vend me resorte markash të famshme perceptohet ndryshe në tregjet ndërkombëtare dhe tërheq turist me fuqi të lartë blerëse, investitor të rinj dhe zhvillon turizëm 12 mujor gjatë gjithë vitit. Në shumë raste, shtetet e mesdheut janë zhvilluar pa shpenzuar fonde publike, duke përdorur kapitalin privat ndërkombëtar. Kjo nuk do të thotë përjashtimi sipërmarrjes vendase. Modelet më të suksesshme janë partneritetet midis kapitalit lokal dhe atij të huaj. Fatkeqësisht, në 30 vitet e fundit, një nga dështimet më të mëdha të Shqipërisë ka qenë pengimi sistematik i investitorëve të huaj. Berisha, Meta dhe Rama kanë favorizuar klientelën politike që u financonte fushatat, duke bllokuar investime serioze dhe duke kthyer Bregdetin në kantier pallatesh. Në këtë errësirë, projekti i Sazanit është një nga ato të pakta të drita jeshile. Ai nuk do të ishte thjesht një investim, por një standard i ri zhvillimi. Një Monte Carlo shqiptar në zemër të mesdheut. Është gati e pabesueshme të imagjinosh që Vlora e Ismail Qemalit të shndërrohet në një kryeqytet të elitave botërore mes lindjes dhe perëndimit. Por mos harroni, vetëm 10 vjet më parë, për në Vlorë udhëtoi 4 orë mes gropave, ku as karroca Ismail Qemalit nuk do të kalonte dot. Lërini amerikanët të investojnë në Sazan, përpara se ishulli të coptohet nga bandat shqiptare, ashtu siç ndodhi me Xhirin e Lalzit. Shqipëria s'ka nevojë që ishulli vetëm të katandiset nga pazargjint shqiptar si Golemi, Shkëmbi i Kavajës apo i Shëngjinit. Mos u shtirni më si patriotët francezë, spanjollët, italianët apo turqit, të cilët Bregdetin e tyre e kanë zhvilluar me investime të huaja dhe jo vetëm lokale.